18 maj, drita përtej dritës. Në qoftë se pra, u ringjallët me Krishtin, kërkoni ato gjëra që janë lart, ku Krishti është ulur në të djathtë të Perëndisë. Keni në mendje ato që janë lart, jo ato që janë mbi tokë. Kolosianëve 3:1-2. Jezu Krishti të gjallëron, prandaj kërko gjërat që janë sipër. Mos e zëvendëso Krishtin me vogëlsira këtë verë. Largimi nga Krishti drejt kënaqësive që nuk e kanë Krishtin, e thanë shpirtin. Në fillim të duket se ke liri dhe argëtim kur lë mënjan lutjen dhe shpërfill fjalën, por pastaj vuan nga cektësia, mungesa e fuqisë, cënueshmëria ndaj mëkatit, nga fiksimet për vogëlsira, nga marrëdhëniet sipërfaqësore dhe nga humbja e frikshme e interesit për adhurimin dhe për gjërat e frymës. Mos lejo që ardhja e verës ta tkurrë shpirtin tënd. Perëndia e bëri verën të jetë parashijim i qiellit dhe jo një zëvendësim i tij. Nëse posteri të sjell një letër dashurie nga e fejuara, mos bjerë në dashuri me posterin. Mos bjerë në dashuri me reklamat e kështu të mos jesh në gjendje ta duash realitetin që po vjen. Jezu Krishti është qendra gjallëruese e verës. Ai ka përparësi në gjithçka. Kolosianëve 1:18. Përfshirë këtu dhe pushimet, piknikët, lojrat, shëtitjet e gjata dhe gatimin në natyrë. Ai na fton këtë verë me fjalët: "E jani tek unë, o të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t'ju çlodh." Mateu 11:28. A e dëshirojmë këtë gjë? Kjo është pyetja. Krishti na jep veten e tij në masën që ne dëshirojmë ringjallërimin e tij. Do të më kërkoni dhe do të më gjeni, sepse do të më kërkoni me gjithë zemrën tuaj. Jeremia 29:13. Fjalët që Pietri na drejton në lidhje me këtë janë: pendohuni pra dhe kthehuni, që të shlyen mëkatet tuaja dhe që të vi koha e fllatit nga prania e Zotit. Veprat 3:19-20. Pendimi nuk është vetëm largimi nga mëkati, por gjithashtu edhe kthimi drejt Zotit me zemra të hapura, të nënshtruara dhe në pritje. Për cilën mendësi vere po flasim këtu? Për mendësinë e Kolosianëve 3:1-2. Në qoftë se, pra, u ringjallët me Krishtin, kërkoni ato gjëra që janë lart, ku Krishti është ulur në të djathtë të Perëndisë. Keni në mendje ato që janë lart, jo ato që janë mbi tokë. Kjo është toka e Perëndisë. Ajo është një reklamë e realitetit se si do të jetë vera e përjetshme, kur qyteti nuk ka nevojë për diell as për hënë që të ndriçojnë atë, sepse lavdia e Perëndisë e ndriçon atë dhe llamba e tij është qengji. Zbulesa 21:23. Dielli i verës është thjesht një tregues për diellin që do të kemi, lavdinë e Perëndisë. Vera shërben për ta kërkuar dhe për ta treguar këtë. A dëshiron të kesh sy për të parë? Zot, na lër ta shohim dritën përtej dritës.